thënë se aftësitë e tij fizike nuk kanë kufi. E vetmja fjalë për t'i përshkruar ato është fjala tmerr. Pa shiko, gjithmonë kam dashur një makinë të tillë. Sa gjë e mirë duhet të jetë të jesh një perandor. Tralala, edhe unë duhet të kem një makinë kaq të bukur. Tralala. Po, shiko çfarë linjash ka. Perandor, more perandor. Leri budalla që tani, le të nxitojmë më mirë. Ej, ti atje! Kush po thërret? Që nga mbreti i perëndimit. Çfarë? Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Po ky kush është? Ju e dini? Aflit, çfarë pune ke këtu? Duhet të të pyes unë ty më parë. Sa kohë gjatë ka kaluar që kur e kam lejuar Pilafin të ndeshet këtu? Pilafi është luftëtari më i fortë i gjithë galaktikës sonë. Apo nuk je dakord? Çfarë pat? Përse më sheh kështu? Ti që ke i vdekur! Shaka është kjo? E si mund të vdesë mbreti Kaj? Kjo është edhe më gallot se personetet e tua të mërzitshme. Do të më shpjegosh edhe mua se çfarë ka këtu për të qeshur, se s'kuptoj asgjë. Këtë nuk e kisha planifikuar të ndodhte. Të them të vërtetën, isha unë që e futa mbretin Kaj në këtë ngjarje. Kush është ky bukuroshi këtu? Mirë dita, unë quhem Goku. Goku shpëtoi tokën në galaktikën e veriut. Për këtë arsye është këtu. Është jashtëzakonisht siç e kam thënë një djalë shumë i fuqishëm. Mos more, unë këtë nuk e besoj fare. S'ka mundësi të jetë më i fuqishëm se Pilafi me brinderi, apo jo? E ke gabim. Goku është shumë më i fuqishëm se ai. Jo, e ke ti gabim. Sepse Pilafi me brinderi është më i miri. Mos flit broçkulla. Goku është më i miri. Unë e di se Pilafi është më i fuqishëm se ky. Ti flet kot, Goku është i fortë. Ti ai që flet kot. Përse të mos sfidohen atëre? Shumë mirë të sfidohen. Forca, lufto tani Goku! Me të vërtet, po më thua që të ndeshe me të tani? Pilaf me brinderi, tani duhet luftosh me këtë tipin. Po ky është zëri, është perandori! E ku është? Shpejt, Goku! Ule kokën! Përshëndetje, perandor! Nga qënë ka perandori.